kemi në një linjë të drejt për drejt kolegun ton, Nuhi Saliun, që ka një ekskluzivitet për ne, edhe do të mësojmë më shumë se për çfarë bëhet fjalë. Përshëndetje, Nuhi. Përshëndetje, sapo kam marrë një konfirmim nga prokurori i prokurorisë themelore në Prizren Petrit Preziu, i cili ka bërë të ditur për Radio Tukagjini se është ndaluar në mbajtje një komisioner i një komisioni zgjedhor në një vendvotim në fshatin Jablanic të komunës së Prizrenit. Ai dyshohet se ka fshehur 6 fletvotime dhe për këtë arsye ai është intervistuar dhe më pas është dërguar në mbajtje për 48 orë. Gjithashtu ai më ka informuar se gjatë ditës janë ndaluar disa persona për intervistim për disa raste të cilat nuk kanë qenë shumë serioze dhe pas intervistimit ndaj 5 të dyshuarve, ata më pas janë liruar në procedurë të rregullt. Ky është një rast i rëndë pas që dyshohet se fshehja 6 fletvotimeve mund të shfrytëzohet edhe si tren bullgar i njohur për votim, andaj prokuroria me shumë seriozitet i është qasur këtij rasti. Ky është informacioni që sapo ma ka konfirmuar kryeprokurori Petrit Preziu. Ishte 6 fletvotime apo jo? Që janë fshehur në rregull. Dyshohet se janë fshehur. Dhe në rast se nuk gjenden, dyshohet se ato janë përdorur si dihet tashmë aksioni i trenit bullgar që shfrytëzohet dhe përdoret në zemër. Nuhi, të falenderoj shumë dhe të uroj punë të mbarë në këto orët në vazhdim. Faleminderit për këtë ekskluzivitet. Faleminderit.